ekzistojnë në Shqipëri. Ky e paska do ta bëj, çfarë do bëj? Do bëj asgjë, ai përmend ca gjëra që ekzistojnë, pa ju si di. Çfarë do bëj? Kjo e fondit që thot ai që nëse me fondin që do ngrihet qytetari hedh 1 euro atje për të ardhmen, shteti do hedh edhe ai 2 fishin. Jo, pra, këto janë institute private të cilët janë futur në treg. Sot njehen gjithë ato sigurime private të cilat trajtojnë edhe pensionet private, dhe kudo në mënyrë vullnetare vete vjet një kontratë paguar dhe në dinin time janë më shumë se 35.000 qytetarë të cilët janë futur në këtë skemë sigurime shoqërore. Pyetja për kryeministrin do të ishte kjo në mënyrë direkte. Nëse do ta kisha përpara dhe çfarë do t'i thosha në lidhje me këtë fenomen që ka shoqëria shqiptare. Cili është fenomeni? Ora, ke pensione shumë të ulta. Si do ta zgjidhësh këtë me pensionistin që i ke në skemë? Këta që ke, kur do t'u japish ato pensione? Kur do t'i rritesh? Nuk bëhet fjala as për rritje, por bëhet fjala për mbajtje me pikatore, për t'i mbajtur me shpresë qytetarët që janë në pension. Ndërkohë ai s'ka as alternativa të tjera për pensionet e reja që do të lidhen. Qytetarët nuk kanë të garantuar nga ky sharlatan, po etiketoja sharlatan. Pse është sharlatan? Sepse ne pretendojmë që të rritim pensionet aktuale, që janë këto që janë të vogla, ndërkohë jap një sinjal këtu unë për të gjithë ata qytetarët që do të dalin në pension në të ardhmen. Çfarë janë këta pensionistët në të ardhmen? Sigurimet shoqërore ju mungojnë kontributet, këto që deri sot dhe në të kaluarën që nga vitin 94 i mungojnë jo pak, po i mungojnë 1.467.000 listë pagesa, të cilat, kur t'i vijë çdo njeri që ka emër në këto listë pagesa, megjithëse kanë paguar kontribute, atyre nuk u njihet vjetësim pune. Pra do marrin pension më pak se sa vite që ka blerë, që ka kontribuar. Për këtë duhet përgjigjet ky kryeminist. Për këta që do digjen? Po ky e ka pra. Ky duhet ta rregulloj. Ky ka 13 vjet, çfarë bën ky 13 vjet? Ka 13 vjet më. Dhe këto statistika që po them unë janë si rezultat i pasqyrimit në raportin e kontrollit të lartë të shtetit. Tetor 2025. Në këtë raport flitet që me shqetësim drejtori i përgjithshëm i institutit i dërgon shkresë drejtorit përgjithshëm të tatimeve për të rakorduar punën dhe për të sistemuar këto listë pagesa që mungojnë. Dhe si thua, me këtë ai ka deklaruar hapur që po presim, jemi në pritje të skandaleve të njëpasnjeshme në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, të cilat do të reflektohen në masën e pensionit. Qytetarët gjithmonë më pak do të marrin këto pensione që themin e përtritura, sepse në vitin 2025 për të gjithë ata që kanë aplikuar për pension pleqërie, 60% e tyre marrin pension të pjesshëm, pra s'marrin pensione të plota. Është shumë 60%. Pra ti jo vetëm që ke një numër jashtëzakonisht të madh të pensionistëve që marrin pension të plot, por ju jep sinjalin që edhe në të ardhmen ky numër do të thellohet për keq. Njëkohësisht në raportin e kontrollit të lartë të shtetit vëren edhe fenomene të tilla që akoma ka subjekte privat të cilët janë debitorë ndaj sigurimeve shoqërore, pra nuk kanë paguar sigurimet shoqërore. Me keqja është që në këtë listë janë edhe subjektet shtetëror të papaguar sigurimet shoqërore, siç ka drejtoritë arsimore të Thierit, të Lushit,
të Tiranës, pjesa më e madhe. Instituti i ndërtimit nuk ka borderop 2012 që është alarmante. Çfarë ka ndër nga 2012? Mirë, ato të tjera ja hedhim neve fajin sistemit para 93. Po tash çfarë bën? Dhe këtu për të përligjur të gjendje që është gjendje shumë e keqe, është gjendje e cila rrezikon pensionet e të gjithë qytetarëve. Pra më e keqja nuk ka ardhur akoma. Po patjetër, kjo po vjen, unë po paralajmëroj një ciklon që do të vijë në sigurimet shoqërore. Një gjë që nuk e kanë parë akoma këta, siç thot ai Edi Rama, nuk ka parë akoma, do ta shikojnë më keq se sa sot. Dhe për këtë ka një përgjegjësi ndaj atyre që janë marrë me menaxhimin e skemës sigurimeve shoqërore. Cilët janë ata? Në vitet 2012 ka qenë një projekt i Bankës Botërore, e cila është financuar edhe nga buxheti i shtetit, për të hedhur në databazë të gjitha kontributet e qytetarëve nga 1/94 deri në 31 i 2011, që s'është hedhur kjo. Dhe kjo është pjesa më e zeze e dokumentave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Dhe di çu bën me këtë? U përvetësuan fondet e hedhura nga Banka Botërore dhe nga qeveria e shtetit shqiptar dhe nuk u bë asnjë punë. Njerëzit vënë në përdyrët e gjykatave sot. Në përdyrët e gjykatave janë shtuar, nuk janë paksuar si rezultati daljes ligjit 7/2025, sepse me atë ligj, këta nuk bën asgjë tjetër veç se si thua mbajtën me shpresa qytetarin, i cili kishte dëshirë të mos shkonte në gjykata, por që në një fushat elektorale u përfshin të gjithë aktorët politik, po sidomos kjo parti që është sot në pushtet. Të gjithë qytetarët i shpjen në gjyq, sepse nuk mund t'i thuash tjetrit që ka punuar që nga mosha 14 vjet, edhe ti thuash që në moshën 18 vjet do t'i njoh. Ato më përpara jo, kur ai realisht ka punuar dhe gjykata thjesht do të merret me qytetarët për të konfirmuar pikërisht atë që ka ndodhur para 35 vjetëve. Atëherë çfarë bën me këta? Thjesht gënjyen qytetarët dhe i tham do t'ju japim të gjithëve nga një palë këpucë, dhe realisht u ka dhënë vetëm nga një këpucë, domethënë gjysmën e asaj, nuk shërben për asgjë. Sa është numri, sa të mos gaboj, 1 milion atyre që rrezikojnë, 1 milion atyre që rrezikojnë mos marrin pension? 1.467.000 listë pagesa. Lexoni raportin e kontrollit të lartë të shtetit tetor 2025. Kjo është nxjerr nga raporti kjo që them. Unë thjesht i përmend, nuk jam nga ato që unë të themi i ka marrë ato të dhënat dhe i përpunoj sipas mendjes time, po unë thjesht i sjell si argument. Çdo të bëhet me këto, o Edi Rama, shumë po i drejtojmë. Me këtë merru, e bën dot ose bën dot. Kjo bëhet, ti s'do ta bësh. Ose ke edhe njerëz rreth rrotull që s'din ti bëjnë këto dhe jo vetëm kaq, po i mban me shpresë qytetarëve. Qytetarët duan një plan emergjent, këta që janë sot në skemë pensioni. Plani emergjent, ju këtë do vendosit pikën e parë tek plani emergjent, nëse do ta kishin dorë. Si? Sepse në planin emergjent, sido që të jetë buxheti i shtetit, i cili është i mjaftueshëm, ai duhet të nxjerrë minimumin etik, të ketë një mbrojtje sociale a qytetarit. 200 janë, 200 të paktën 200. Po sa të jetë minimumi, ta caktojmë teknikët atë i statit mbi bazën e atyre. Po në fakt ju keni të drejtë se kjo 200 që ka një 10-15 vite që diskutohet, kështu që ajo është rritur me inflacion. Ajo është rritur, po paralelisht me këtë duhet të them që në vendet e zhvilluara pensioni është më shumë se 60-70% e pagës minimale në shkallë vendi. Ne sa e kemi? Ne pagën minimale e kemi 500 në shkallë vendi sot. Po të ardhurat
ose atë që i kthehet mbrapsht qytetari që ka dhënë kontribute, e kemi rreth 36%. Pra e kemi shumë të ulët. Normalisht, qeveria duhet për të përcaktuar pensionin minimal, duhet marrë për bazë pagën minimale në shkallë vende dhe kjo nuk duhet jetë më pak se 50%. Pra minimum jetik sot, nëse do t'i shpallen në bazë të çmimeve të tregut, për të shpallur minimum jetik duhet të nxirrte minimumin, duhet të ishte 250.000 lekë minimum jetik, po edhe më lartë po tashu, se 50% e pagës po themi ne, po ky është niveli minimal që mund të ketë një shtet tjetër. Ndërkohë, shiko sa qesharak është, sot çmimet kanë kërcyer si rezultat jo i faktorëve të tij, se ka faktore edhe të jashtëm. Janë faktorët e krizës botërore që është për karburantet. Tani, çdo vend ka marrë masa mbrojtëse për të ndihmuar këto shtresa që preken nga çfarë ka bërë? Qeveria tha që vetëm lufta ka ndikuar në Shqipëri tek çmimet, vetëm tek perimet. Tek pjesa tjetër sa s'ka ndikuar. Është zinxhir. Bile unë po jap një sinjal që ta kuptoj ky që s'do ta kuptoj, sepse nuk e njeh fare as se si funksionon pushteti, po s'njeh as realitetin shqiptar. Pra,